Jemi këtu në sheshin e Prishtinës për të parë se si është atmosfera këtë verë. Përpos kësaj, ne do të bëjmë edhe pyetje interesante për qytetarët. Prej Kuksi, po. Pse kjo ardhë në Kosovë? Në Kosovë kam ardhë për qef. Apo të pëlqen? Pushimet, po, shumë pëlqen Kosova. Prishtina shumë e bukur. A je veç në Prishtina apo edhe në një qytet tjetër? Po shkoj edhe në për qytetet tjera, po ma shumë në Prishtinë rri këtu. Çka bën këtu mas shumë, te ku del mas shumë? A del në jetën e natës, a pak ma shumë ditën? Ma shumë ditën, se natën kemi punë tjera. Nuk merrna me jetën e natës shumë. Okej, po a ma mirë në Shqipëria në Kosovë? Edhe pse ne jemi një, po atmosfera ku po duket ma e mirë? Atmosfera, me thonë drejtën, tash më e mirë në Prishtinë duket. Por edhe në Shqipëri mirë është, por në Prishtinë duket më mirë. Shumë atmosferë e mirë. Mungojnë vetëm librat, nuk shoh njerëz me libra. Kështu që një ftesë të vogël lexoni sa më shumë se ja vlen. Ti dua shumë. O, done ty të dua shumë. Ka i ti, a je i Kosovës, a jashtë? Ja, i këtu jam i Kosovës, i Prishtinës. Qysh po duket atmosfera? Shumë, asë një verë ma mirë së konë, heq. Qa po të pëlqen mas shumë? Po loj femnat, në edhe në mësme trajshtë, shumë të bukra, shumë zdi u knashëm krejt. Ki gjithë femën alo, a ju? Po, që? Po, a e donë femnën? Po, normal që e du, për që ta e kam. Qysh u njoftove me femën, apo më kalëzën që... Që du në shash. Në shash? Okej. Do me thonë, ja lype emrin shash, ta e për emrin edhe vazhdut. Po, që ashtë e kum e ngëtë shaka i herë, kër e shesha, edhe tani në detë, ma ga e fësnovi, qështë. Okej. Po, qysh, apo të pëlqej ma shumë femnat e Kosovës, atë jashtet? Allujt, Mëse ki femnën gjeloze. më sa mes si fytje me shasë mëtra. Okej. Po, qa me ndonë për t'jashtë, ta që po vina, po me ndonë që për në ndreqin atmosferën këtu në Kosovë? Jo, po që pa ta zben, ta që të kur vinë kjo është të nga knoqme. E dy fjallë për femnën në fund? Oho, zemrën. Që po do këtë atmosfera këtë vetë në Prishtinë? Po mirë, Prishtina është si kryeqytet që është gjithë janë të vendosën shumica për punë ndryshme, mirë është, s'është keq. Po, apo mendon që edhe mërgjimtarët për ndreqin tash atmosferën kur vinë? Aja asë nuk diskutohet, mërgjimtarët janë gjithmonë pjesë e jona, kanë qenë edhe në ato momentet më të vështira para luftës, do të thonë që kanë ndihmu luftën përmes nënës Terezë para se me eskalu konflikti. Do me thonë, mërgata jonë janë truri, janë venat e këtij venit. Po çka mendon për këto përçarje që bëhen mes mërgjimtarëve dhe neve këtu që jetojmë në Kosovë, këto dallimet? Po, shikoj, politikanët e caktuar nuk e kanë probleme, e dojnë vllaun me vlla, e dojnë mërgatën me këta vendorët këto, po nëse dikush mendon, nëse dikush thot se mërgjimtarët nuk kanë drejt me votu apo diçka tjetër, ata veç shqiptar nuk janë. Ata janë çka dush thuju, se unë kudo që shkoj, unë jam shqiptar i Kosovës. Pa marrë parasysh a jetoj në Angli apo kudo. Na rrojti kemi që to herë do kur shumica po kthehen, po mundon ka pak me investu. Rana mundësive normal se gjithmonë pjesa më e madhe shoqërisë që ka shku jashtë Kosove kanë punu punë të rana. Po prapë kanë arrit hapin edhe gjithmonë shumica po kthehen këtu. Unë jam nga Podjeva, domethënë një fshat i Llozhan, jetoj, Gëdëshnjak i thënë, edhe këto në Bresje banoj, poshtë Kosovë, jam këtu për Gjermanisë një 8 muaj, jem hi tash po punoj në call center. Ma mirë kam qëto se në Gjermanisë më jetëshin as 2.000 euro, këtu po më jetën 2.200 euro, unë gjep edhe jam i knosin me familje tem, nonën e kam të më shume, i ka dikon 95 vjetë, edhe në edhe hako i saj pak, edhe mi nejtë gati mi këshirë familjen, se palja nuk e kërgjë sot i kje njëse si kjeqë. Po, qka të shtu mas shumë ti mu këthy në Kosovë, familja, apo... Të ka zë drejtën familja e spari ati për mua, ta shumë se këto ishë bo shtirë, për të kalëzaj më odrem shumë shtirë. Edhe në pa respekt, zina ishë në bo, dhe më honë sigur kërë që shtojnë gjemant edhe në vitjere, edhe në sigur kafsh. Edhe në këto nuk ishë mjetë respekt, nuk ishë mjetë për kur gjë heqë. Unë kër visha këtë në herë për Gjermanie, kër isha në Katon, i bëjsha 20 vetë, tu bu bëjshëm, lujshëm me letra, pishëm qaj senet mira, këtë tash, s'po më ishe 2 vetë me vukën bashkë. Qfarë, që më ka orë djali për Gjermanie,
edhe special po dalë për shetinda se për kur qa më vo. Po çka mendon për këto përçarje që po ndodhin mes mërgjimtarëve dhe neve që jetojmë këtu në Kosovë? Dallime bojnë edhe kush bojnë dallime. Qëta që i thëjmë veti kishë na jena dikushi. Edhe një thëjmë veti kishë na jena dikushi se në ata s'ka dallime. Në tonë në kina gjakën e kuq, si te si unë si ajtë tjetër sa pa marrë parasysh që është. A shqiptara, a shkalia, qa jenë këtë jenë ata në tonë që t'i veni jenë, ke parasysh, na tash më tranuës mund, bati hova 30 e diçka vjetë këm nejtë në Gjermani, pa qa po të bje Gjermania? A është e vështirë jeta në Gjermani? Shumë është e vështirë, dhe këtë kush dojtë që atë, se në atje nuk është jetë, atje është jetë është qdo. Dele për një kafe me 1 euro gjys, për shembull, ose me hongër buk me 2 euro gjys. Atje shka ne hanë një dëner, i pagu 12 euro, 8 euro, 9 euro, një paqet cigare 12 euro, këtu e pagu 2 euro gjys, por qëtash, për thonë mënë nuk arqiti është, sikur për para që arqiti, di sikur kur vesha për gërpiti, se tash e kom, edhe ma pak, amo i këshyre, edhe nëse pse, këto jeta me mirë, shumë, 5 herë ma mirë se në Gjermani, se në Gjermani si qatër nëjna, që ne i kom gra kromnit edhin, shtu hëpshan kran, qontën me veti, bukën 2 pashteta, edhe një shishe ujë, edhe hëpsha ka i gjysore, bëjsha të hëpshat jenë alt, edhe kur hëpshat qatë jenë alt, ta një rrëca ka 8 orë, 6 orë, vare qysha edhin, qysh kisha pun, edhe qyshtë, ta një shdërpsha pra poshtë, na jetojnë atje si qatë, këtë jeta me mirë ku ka, si ku këtë vend, s'ka kërko në mbur, shkaj ka si jem kom, në Itali, Zvicërën, Belgjike, tona venat jem kom, po sikur venat të nëse kje kërë që trukur më qethët veç këtë në men. E disë është interesant. Badi ova, stash me millon 10.000 euro, 15.000 euro, më thonë një kje në mujtë, shkën që më një, unë shkruaf shaj pa i mon mjeta, që ku kam djallin. Ju pash këto edhe në shesh me qifteli, tu knaq, sa e rëndësishme është qiftelia për juve? Për neve, qiftelia është pjesë e jetës, bashkë me muzikën në përgjithësi, po si instrumenti veçantë për neve, si grupe këtu, jemi të përhershëm këtu në këtë shesh, sidomos verës në kohë të mirë, sepse diaspora për zbukuron këtë shesh edhe Prishtinën krejt, e na, si në prapavi kështu, do më thonë këtë bukuri, këtë shetitje, këtë ngjyra, për i zbukurojmë edhe me muzikë. Do më thonë si në sfond që thëjmë. Mërgjimtarët e kanë falë për neve. E kanë falë, se kanë gratis me dëgju tinguit. Po kanë qef me na dëgju, kështu që... Apo mendoni që mërgjimtarët e kanë ndreq atmosferën tash verës, që shpiju do këtë kjo verë? Mërgjimtarët çdo herë kanë qenë mirëseorën, se gjithë jenë familjarë tonë. Mirë po, ka shkim mërgjimtarëve, ne kemi shumë edhe turist huj, edhe përmes veglave tona tradicionale na po mundohemi ta sensibilizojmë sa më shumë muzikën tonë burimore folklorike me këto instrumente kordofonike që i kemi, edhe është thjesht këtë vend këtu e kemi bërë si një mini shtëpi të kulturës, ku seriozisht ka pas sukses çdo verë, sensibilizimi tek të hujt, ka pas tradicion, kanë ble vegla tona, kanë pasur kanë bërë muzikë bashkë me neve, kanë kënduar edhe këngë tyne, kemi përcjell, kemi pas atë finlandezën vjetë. Më thonë është një punë shumë e shkëlqyme edhe bëjmë me vullnet lirë, pa kompenzim, pa kurgjëm, vetëm për hir të kulturës, për hir të asaj që na ato çka kemi. E kemi në shpirt që sa vite. Muzikën na po mundohemi thjesht më bëni një diell që shndrit kulturë tradicionale tonë në burimore. Nuk ka dyshim që diaspora pe zbukuron Prishtinën, në përgjithësi Kosovën, pjashton gjallin, tash janë shtu ngjyrat, janë shtu gjuhët, janë shtu familjet, dhe është shumë interesant, na vjen mirë që nuk kanë kur farë kompleksi, afrohen këtu të na, dhe ata që kanë pak talent, thot, a bon me më përcjell me knuni kom, a bon me raqi sovalle, pa kur farë kompleksi, sepse e di se ata në gurbet e mojnë paka shumë mal muzikën, sepse kanë ma shumë punë tjera, regula tjetër vend, tjetër gjellë që thëjnë në zemë, këtu kur vinë e di se çmallën. Prandaj na me knasi i dalim këtu dhe pa prites, si s'fa Bariu shoku, pa kur farë kompenzimi me dëshirë. Dhe kemi bo si s'kenë të hapër këtu, verore. Do më dhonë pa hyri është, pa hyri është. Veç me arme ndëgju muzikë, pa ashtër Shqipe, jemi instrumentist që sa ko, edhe me këtë gashën, edhe shumë të tjerë në bashkuën. Pa po thëmë, vinë,
instrumentist, këngëtar, të ri, fëmijë, na bashkuan këtu, këndojnë këngë që i din. Po cila një këngë që keni ma përqefin, një këngë me qifteli që sa këndoni edhe ju emocionon, do shta pak ma shumë? Po normal se është kënga për Adem, do të thotë është kryesorja, që është bo edhe si hitash, po edhe është bo edhe si hymn për çdo darsën, për çdo manifestim, për çdo fillim të muzikës, ajo shkon e para. Edhe pse kemi këngë tjera, si për shembull Krishtat e Kosovës, që gjithashtu ka një tekst jashtëzakonisht mirë që ka shkruar Recep Selimi, i cili tani padrejtisht mbahet atje, është teksti më i mirë për të cilin tekst unë kam pas thonë një herë në intervistë e kisha bërë tekst të hymnit të Kosovës. Se është ajo pjesa toka jun e skuqur e lame me gjak për t'ju japëm jetën e na duket pak, është për shembull disa vargje. Ato tekst më të fuqishëm të këngëve folklorike nuk ka hiç. Më e mirë është kur thotë me pushkë mbrojmë Kosovën e nderojmë Shqipërinë. Po. Për asnjë moment nuk i shkëputet amës. Edhe s'duhet të shkëputim asnjë se Kosova është e rrethuar me gjitha kufetësh me vetë në rrethuar. Me popull shqiptar. Kosovë lindore, në Malzi atje, në Ilirid, Shqipnik, na jemi të rrethuar vetë. Thotë tanë me pushkën mbrojmë Kosovën, tanë nderojmë Shqipërinë. Se Shqipëria është. Tekst më të mirë folklorik nuk ka. Unë e kam thonë, kisha bot tekst të himnit të Flamorit. Me pas tekst himni, jo vetëm muzikë. Faleminderit shumë për juve, faleminderit për juve, se me siguri ju keni qenë edhe të emocionuar dhe merr të mirë të mund që jeni tri, edhe po keni dëshirë me bëj intervistë me neve dashur. Se keni pas në plan, po është kënaqësi për neve. Unë ju kam dëgjuar shumë, edhe ju njoft atë dëve, kështu që i lumshin dur, Vizitoni më shpesh këto ditë, sheshin sepse këtu i keni materiale bëllë. Bashkëdhetarët e nin vetëm shumë të kënaqur nëse ju afroni dhe pyetni diçka çish po kaloni, çish është atje, çish është këtu, çka po ju pëlqen këtu, çka s'po ju pëlqen, çka u ne, çka u prish. I kanë ndryshimet ata, i vërin ndryshimet sikur se na. Edhe nin i nderoni. Sa keni më ne kur keni më shkuar? Veç që to mos i vetë se xhina. Xhina është kur jeni ardhur edhe kur keni më shkuar është xhina me vetë sepse ata i ndar se s'kan çare pa ardh me qefsishin shkuar, po jeta është bëu tillë. Edhe pse nuk fitova, që shë pat në video, prapë se prapë, u tregun shumë bujarë dhe me epin që ta rushin qëto.